Militarët hajdut që janë bërë milionerë miljardierë me taksat dhe pasurit e tyre. Edi Rama në vend të dorëheqjes së tij të menjëhershme ju bëri ditur shqiptarëve se ai është i gatshëm të përdorë 83 mandatet e krimit për të mbrojtur miljardat e vjedhura prej tij dhe bashkëpunëtorët e tij. A ju bëri qartë shqiptarëve se vjedhjet monstruoze të qindra milion eurove nga linda, nga bazhanaku i tij, me ndihmën e lindës Kunad dhe lindës drejtoresh e Akshit, nuk janë asgjë, janë përdorim parash dhe jo grabitje plaçkitje. Dhe për të parandaluar çdo lloj mundësie që Mirlinda e Akshit të bëhet e penduar e drejtësisë, i shpreh asaj konsideratën maksimale për mundësinë apo pasurimin e tij me qindra milion euro të Akshit nëpërmjet prestanomeve të Kunatit, të Kunatit të bashortës tij apo bazhanakut të tij dhe Ergys Agasit, Ermal Beshirit, me kompanitë e tyre si prestanome të Armand Frangut. Edi Rama duhet t'jap menjëherë dorëheqjen. Koha e narkodiktatorëve po prendon me shpejtësi. Ajo që forcat Delta realizuan në një operacion të përsosur të pa parë ndonjëherë në histori, për mënyrën perfekte të realizimit kundër një narkodiktatori të rryrë të popullit të Venezuelës, ka zgjuar popujt në të gjitha vendet tjera që të ngrenë krye kundër diktatorëve të tyre. Kam besim se shqiptarët të cilën e kanë pritur siç keni pa ju, me interesin më të madh, arrestimin në dhomën e tij të gjumit, të narkodiktatorit të Venezuelës dhe paraqitjen e tij në sallën e gjyqit në New York, presin me padurim për të përballë me diktatorët e tyre dhe me diktatorin e tyre në asë konkret në Shqipëri, narkodiktatorin, dhe për t'i dhënë atij ndëshkimin dhe vendin që meriton. Partia Demokratike dhe opozita shqiptare është e vendosur të organizojë të gjitha demonstratat, protestat, revoltat në mënyrë që të çlirojë vendin nga ky narkodiktator i parë dhe i vetëm në Europë. Faleminderit. Zoti Berisha, krahas foltoreve në parlament, do të ketë në janar protestë opozita, protesta kombëtare. Faleminderit. Opozita pa asnjë diskutim do ketë protesta dhe ndër më të fuqishmet. Opozita thret ditën e premte, tryezën e të gjitha forcave politike dhe faktorëve influent në shoqërinë shqiptare për të krijuar një bashkërendim, një front të gjerë kundër narkoregjimit të Edi Ramës dhe për të ndërmarrë të gjitha lëvizjet, protestat, demonstratat, revoltat e domosdoshme për largimin e tij 1 minutë më parë. Për opozitën, bllokimi nga Edi Rama
i heqjes imunitetit të Lubi Ballukut, marrja në mbrojtje e delinkuentes Mirlinda Kaçanaj, e njohur tashmë për abuzimet e tmerrshme me Ergys Agasin në favor të familjes Rama, janë dëshmi, janë një thirrje e madhe për shqiptarët për të ngritur në revolt dhe për të larguar këtë qeveri, për t'i dhënë narkodiktatorit të tyre atë fund të turpshëm që pati narkodiktatori i Venezuelës. Zoti Berisha, çfarë pritshmërish keni për vendimin e gjykatës kushtetuese për Ballukun, duke qenë se më herët keni denoncuar se disa prej gjyqtarëve janë kërcënuar ose presionuar për një vendimarrje, siç keni thënë ju, siç ja ka kërkuar qeveria? Faleminderit. Mendoj unë se gjykata kushtetuese me vendimin e saj për të pezulluar masën e sigurisë dëshmoj në nështrimin e saj të plot dhe total ndaj Edi Ramës. Ftoj çdo shqiptar të pyes, çfarë morali kanë këta gjykatës apo gjykatëse? Të gjykojnë në themel masën e pezullimit, pasi votuar një herë për heqjen e saj në kundërshtim me ligjin. Cili është morali i tyre? Morali i tyre është zero, në rrafshin ligjor flas. Ata u nënshtruan, u paritën, u kërcënuan, por morën një vendim në kundërshtim flagrant me çdo praktik të mëparshme. Mos harroni se ata hodhën nuk legjitimuan kërkesën e 1/5 së deputetëve të opozitës në rast e Sali Berisha, duke deklaruar në mënyrën më të turpshme se nuk legjitimohen ata për parlamenti. Një turp i papar në njëherë, në një kohë kur neni i kushtetutës është taksativ. 1/5 e deputetëve legjitimohen për të paraqitur ankesa dhe kërkesa në gjykatën kushtetuese. Prandaj gjykata kushtetuese s'është gjë tjetër, vetëm një organizatë shpifur e Partisë Socialiste. E thash dhe sot mjesur, në lidhje me datën 17 për të shqyrtuar kërkesën e avokatëve të mi të paraqitur një vit më parë, nuk marrin vendim dhe nuk njoftojnë, sikur të ishte një shpellë mafie dhe jo një gjykat me rregullat e veta, nuk bajnë asnjë publikim në faqen zyrtare, sepse marrin urdhra politikë. Qa ju kërkoni largimin e Edi Ramës për t'i hapur rrugë krijimit të një qeverie teknike, për të bërë zgjidhje të lira dhe të ndershme. Në fundjavë ju pyetet për një emër që është hedhur në diskutim publik, emrin e shkrimtares Lea Ypi për kryeministre teknike, ndërkohë Adriatik Lapaj në fundjavë ka hedhur emra të tjerë për diskutim, për Parim Kabo dhe Tritan Kalo. A keni menduar se cilët do të jenë emrat e qeverisë teknike? Ka ndonjë ide, propozim Partia Demokratike dhe si u duken të dy emrat e fundit që ju citova? Partia Demokratike insiston dhe do insistoj për një qeveri teknike për përgatitjen e një procesi të drejtë zgjedhor. Partia Demokratike nuk avancon as dhe një emër pa u arritur marrëveshja për qeverinë teknike. Pasi të arrihet marrëveshja për qeverinë teknike, pa diskutim, Partia Demokratike do të avancoj ose do paraqes propozimet e veta krahas forcave tjera politike.